Të njëjtën në orën 19 në stadiumin Loro Boriqi do të luhet ndeshja e kthimit e turit gjysmëfinal të Kupës së Shqipërisë mes Vllaznisë dhe Dinamos. Përballja e parë në mes këtyre dy skuadrave u mbyll në shifrat e barabarta 1-1, duke lënë gjithçka të hapur për takimin e radhës. Kapiteni Balaj në konferencën për shtyp në prag të kësaj sfide është optimist për një fitore dhe kualifikim të kuqebluve. Jena një moment, më them, fazën më të rëndësishme, javën e fundit kampionatit, gjysmëfinale e Kupës, takimi i dytë. Luaj me Dinamon, një kundërshtar që kena rivalizuar gjatë gjithë sezonit me ta, më them, janë bën neshje të bukura të luftume. Edhe ndeshja në Tiranë, më them, ishte e tillë, një paraqitje shumë e mirë jona, morëm një barazim, ndoshta mund të kishim marrë dhe më shumë nga ajo ndeshje, por që kthena në Shkodër e luhet gjithçka këtu për kualifikimin e mëtejshëm finale. Sigurisht futbolli ka gjitha rezultatet më rënd. Shpresoj shumë që mos të kemi nevojë të shkojmë kohë shtesë apo dhe në penalti si shtoni, pasi mas Dinamos kemi akoma një ndeshje dhe më të rëndësishme ndoshta. Por që le të mendojmë për Dinamon fillimisht dhe shpresoj të kryejë gjithçka me kohës rregullt. Gjithë e mendojmë avantazhin e fushës, normalisht luajmë fushën tonë Loro Boriqi para tifozëve tonë që shpresoj shumë të jenë shumë të nesër në mbështetje të skuadrës, pasi realisht kena nevojë në këtë moment, por që avantazhi i fushës nuk e di sa mund na shërbejnë nesër, pasi barazimi e dim që duhet vetëm fitore për të shku në finale, kështu që do luaj gjithçka për atë rezultat. Normalisht mund të them kena bërë mirë dhe çësia e skuadrës ndoshta gjatë gjithë sezonit s'ka qenë e njëjta. Sigurisht fillimi ka qenë i vrrullshëm, mund të them, me shumë gola, me shumë aksione, me shumë raste, por që gjatë rrugëtimit tonë ndoshta kena fituar pak më shumë cinizëm, gjë që duhet akoma më shumë për vazhdimsinë. Kështu që mund të them ndeshjet e fundit e kena treguar gjë, kena fituar ndeshje të rëndësishme duke shfrytzuar maksimalisht ato mundësi që na janë dhënë, dhe si gjithmonë e rëndësishme është mos pësosh. Shpresoj të kapim finalen, ajo është më rëndësishme, mes Elbasanit dhe Gnatjes, nuk është se do kisha zgjedhur njërin apo tjetrin, pak rëndësi kemi në finale, por fillimisht duhet shkojmë në finale. Dinamo mbetet një skuadër cilësore, normalisht ato po luftojnë për atë vendin e 4 në Final Four, por që në kupë është specifik tjetër. Nuk e di sa vërtet është që fituesja e kupës mund shkojnë dhe në tur dytë në Europë, kështu që është një shtysë akoma më e madhe për ekipet për ta marrë këtë trofe, pasi dihet edhe vlera e prezencës në turin e dytë në Europë. Kështu që mendoj që do jetë luftume deri në fund, se kush do shkojnë në finale, po dhe kush do fitojnë. Përveç dy lojtarëve më të rëndësishëm të saj, Kastrati dhe Bismarck, hallet për trajnerin Martini nuk mbyllen këtu, sepse për sfidën ndaj Dinamos do të mungojë edhe mbrojtësi Erdenis Gurishta. Mungesat, ndoshta një nga ato është e Gurishtës që mori një karton kuq në ndeshjen e fundit, sigurisht e rëndësishme, Kastrati që e dim për i ditë tashmë, Bismarcku që nuk e di se sa mund të jetë konfirmuar apo se sa mundet mungojnë, shpresoj shumë që ajo pjesë e stafit mjekësor, ajo pjesë, dhe shpresoj që ndoshta në fazën finale ta kena pranë skuadrës.